Allahu Ekber, la ilahe illallah, wallahu Ekber, ve lillahi l-hamd. Hamdet, falënderimet janë vetëm për Allah, Zotin e Butësisë. Ato e falënderojmë dhe vetëm për atij e pendime. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastër, dhe për mbi gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi gjithë ju, të cilët jemi sot bashkë, dhe inshallah siç jemi bashkë në këtë xhami, do të jemi edhe në xhenetet e larta. Shkaku që jemi këtu është pikërisht muaji madhërueshëm i Ramazanit, i cili sapo është nda prej nesh. Pa inshallah nuk do të jetë nda për gjithmonë, po do të jetë nda vetëm për një vit, dhe kur të vijë viti tjetër inshallah prapë do të jemi me Ramazan. Ishte mëshirë dhe begati prej Allahut Zot që ne. Nëse ju kujtohet e kemi filluar me një ajet me cilin Allahu na e bën obligim kur do të thotë ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, afrohuni tek Zoti xhallahu dhe agjironi muajin e Ramazanit, sepse edhe për të tjerët para jush ka qenë borxh ky muaj. Dhe ne alhamdulillah agjirojmë. Me të vërtetë na i zbukuroi xhamit tonë, iftaret tona, sefiret tona. Na i zbukuroi namazet ky muaj i madhërueshëm. Jo vetëm kaq, po Allahu xhallahu përgatiti falje dhe mëshirë të madhe. A e dini si i përmend dhe i lavdëron Zotin xhallahu ata të cilët agjërojnë? Wasaimine, wasaimati, burra dhe gra që kanë agjëruar. E ada Allahu lahum magfiratan wa ajran azima. Ata kanë ka Allahu xhallahu falje të madhe edhe mëshirë të madhe. Me siguri ke i madhe Zot, është regjistruar në grupin e njerëzve të mëshiruar ai i cili ka agjëruar 30 ditë të Ramazanit. Allahu e ka falë dhe ka mëshiruar sepse e përmend dhe lavdëron Kur'anin e madhërueshëm. Po thotë edhe prej grup tjetër, wasabirine wasabirat, durimtar dhe durimtare, të cilët durojnë, qenë vëmendshëm, qenë kujdesshëm gjatë muajit Ramazanit, Allahu dhe për ta ka përgatitur të njëjtën falje edhe të njëjtën mëshirë. Por ka përgatitur mëshirë edhe për një grup tjetër, Allahu xhallahu. Wal mutasaddiqine wal mutasaddiqati. Bamirës edhe bamirëse, të cilët veprojnë dhe ndajnë bën mirësi gjatë muajit Ramazanit, Allahu dhe për ta ka përgatitur falje edhe mëshirë të madhe. Sa do të vazhdojë kjo falje dhe kjo mëshirë e Zotit xhallahu është e volosme për 30 ditë të Ramazanit. Në këtë ditë, shejtani është i shkatruar. Bile bërtasin, ulerin, sepse lërohen. Dalin nga pranat, fill masi dalin në tek dera ke porta jashtë xhamisë. Edhe i presin njerëzit në prej. Thotë si t'i shkatrojnë. Se Allahu ne na e shkatroi punën tonë për një vit, se i falim gjithë. Edhe sot, çdo besimtar dhe besimtare del për të marrë tamam se i punëtori që shka për të marrë rrugën aty ka i pundosi, shpërblimin e vetë. Allahu është premtosi saktë. Ai shpërblimin që ka caktuar për robërit e tij nuk e kthen më. Çfarë ndodh? Sa do vazhdojësh? Ta marrë shpërblimin e Zotit, mirësi, faljen e tij, sepse kemi edhe 11 muaj tjerë që do luftojmë me të mallkumin, do luftojmë me ato të cilët janë kundra besimit tek Zoti xhallahu. E çfarë do bësh? Ato që të përmendëm. Mos u ndaj nga veprat e mira. Mos u ndaj nga namazi. Mos u ndaj nga veprat e mira sepse ai pret në brejtë. Sa për dalin, ti shkatroj. A i keni gjohë sa njerëz i vonë. Nuk e falë më. Mjaftu u rezervohë 30 ditë të Ramazanit, të shtej të shkatrojë. Vepra tjera. Nuk banë për Zotin. Nuk banë. Ke marrë mëshirën dhe rahmetin e Zotit xhallahu. Allahu ka sjell një ajet apostafat dhe thotë: mos e harroni. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tonë deri në frymën e fundit. Pra, mos e mbyll me 30 ditë të Ramazanit. Është e mjaftueshme, por nuk është e mjaftueshme. I larçëm siç t'i jep ai doktori
Zoti i bekohet ato, duhet me i majt ashtu si kur ta thonë. Edhe doktori, udhëheqësi, sunduesi, i përhershmi është Allahu xhallahu. Edhe thot, mos i lini namazet, mos i lini veprat e mira, po edhe sadakat, që i keni dhënë, që i keni punuar gjatë Ramazanit, vazhdoni prapë. Edhe durimin mos e leni, vazhdojeni prapë, edhe mos Ramazanit. Po ka dhe gjinime tjera, nafile, vullnetare, namaze, që duhet me i majt për arsye se e lufta është e fortë. Lufta është e rrejtë. Kundërshtit janë të forta, për ne duhet adhurim sa ti e gjallë mos u ndaj prej Zotit që në klarë. Allahu në lutë inshallah të na falë, na mëshirojë gjithë në jemi tu. O Zot, çka na duhet na e siguroj ja Rabbil Alamin. Na afro tek pamnia jote ja Rabbil Alamin. O Allah, mos na ndaj nga mëshira jote. O Allah, gjithçka na duhet na e siguroj ja Rabbil Alamin. Vjen para Ramazanit tonë në këtë ditë bajrami me shumë gjinafë. O Allah, na i fshih gjithë neve ja Rabbil Alamin. Qofshin ato të hapta apo të fsheta, na i fshih ja Rabbil Alamin. O Allah, vjen me borxhe, me halle, me delashe, na i lehtëso, na i likuido dhe na ndihmo ja Rabbil Alamin. O i madhi Allah, ato që vjen me smundje, shëroj ja Rabbil Alamin. Bëja pastrim smundjet ja Rabbil Alamin. O i madhi Allah, ato që vjen pa punësoj ja Rabbil Alamin, me punë halal, o i madhi Allah. Të lutem ato që vjen të idhnum, pajtoj në këtë ditë bajrami ja Rabbil Alamin. O Allah, ato që vjen nga larg, afroj tek familjet e tyre ja Rabbil Alamin. Po dhe ato që janë dënuar, o Zot, bashkoj me familjet e tyre ja Rabbil Alamin. O i madhi Allah, ato që vjen pa martuar në këtë ditë bajramin mbas 3 minuti, jepu fatarit dimve dhe vajzëve tona ja Rabbil Alamin. Jepu bashkëshort dhe bashkëshortetarit ja Rabbil Alamin. O i madhi Allah, ato që vjen fakira pasuroj ja Rabbil Alamin. Me halal, o i madhi Zot. Të lutem, sikur na ke bashkuar në këtë fitër bajram, o Allah na bashkojnë në bajramet tjera. Na bashkojnë hajër ja Rabbil Alamin. Me ato veprat në cilët e je i kënaqur ja Rabbil Alamin. O Allah, na bashkojnë në xhenetet e larta. O Allah, i lutem ta drejtojmë posaçërisht për gjithë të dashurit tonë, besimtarë dhe besimtare që na kanë kaluar për kësaj jete. O Allah, falë mëshiroj dhe jepu xhenetin e lartë ja Rabbil Alamin. Kërkojmë falë dhe mëshirën tënde për gjithë ne që jemi këtu ja Rabbil Alamin. O Allah, mos na largon nga mëshira dhe rahmeti jot ja Rabbil Alamin. S'kemi tjetër veçmanis tënde, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ne vetëm ty të përulemi dhe vetëm prej teje presim ndihmën. O i madhi Allah, për gjithçka të lutem, ne pranojmë. Zbrit mëshirën për mbi ne ja Rabbil Alamin. Për mbi popullin ton, udhëzoj, drejtoj në gjithçka ja Rabbil Alamin. Afroj të ky iman, të ky besim ja Rabbil Alamin. Po të lutem dhe për gjithë besimtarë dhe besimtarë në për vendet e botës, që janë hall, janë pa shtëpi, janë shkatërruar